Iqbale Haduti, produksioni të Big Brother VIP Kosovës. Një tjetër emër, ky duket që ka nënshkruar kontratën dhe jemi drejt përfundimit të marrëveshje dhe shumë pak orë në ndajmë nga prezantimi i tij, nga klipi prezantues, nga momenti i hyrjes dhe nga vëmendja e gjithë publikut, një këngëtar i cili ka bërë hite, është këngëtar i një brezi shumë të promovuar për krah Vesalumës, Alban Skënderajt, Jona Sopi, pra është ky lloj niveli këngëtarësh, është Mentor Haziri, i cili është i përmendur sepse ka fituar edhe një edicion të Top Fest, pavarësisht çmimeve të tjera që ka marrë në çdo festival të mundshëm shqiptar. U përfol shumë dhe për një emër tjetër. Kanë qenë shumë miq, kanë patur një grup bashk, është Skivi, Visar Shala, që ka qenë me Skillsat bashkë me Ledri Vuli, nuk kujtohet, në Top Fest, ato morën famë dhe u bën në personazhet shumë të njohur. Emrat të tjerë janë nga Supernova, që është Brikena Selmani, në mos u gabofsha, por është dhe një emër tjetër, që është Liri Tahiri. Këto janë emrat më të përfolur, më të diskutuar, më të postuar, më të shkruar në portalet të cilët kanë folur pikërisht për konkurrentët e mundshëm të Big Brother VIP Kosova 4. Por i rikthehemi asaj që po presim emrin e dytë të opinionistes. Kësaj radhe ka vendosur produksioni dhe Klan Kosova të ketë dy femra në komente. Njëra është bombastike, Olta Gixhari nga Shqipëria. Një tjetër bombë është Leonora Jakupi. Po flasim për Leonora Jakupin, e cila duket se ka vendosur kësaj radhe të shkojë në shtëpitë e shqiptarëve jo më me këngët e saj, jo më me këngët e saj zbavitse, me këngët e saj patriotike, me hitet e saj që kanë ngritur pesh shqiptarët kudo që ndodhen, por me fjalën e saj. Leonora Jakupi nga Drenica, që në një takim që kam patur më ka thënë, unë bëj pite më të mira se Gjuli, pavarësisht se Gjuli mori shumë famë nga Big Brother VIP Kosova 1, do t'jetë duke komentuar lojën e të gjithë spektaklin e Big Brother VIP Kosova 4. Jam shumë kurios për të parë Leonora Jakupin në transmetim, jo vetëm natën e parë, por sa herë të më jepet mundësia dhe mendimet e saj, sepse Leonora, një lloj si Olta, është një vajzë që kur ka për ta thënë diçka, e thot dhe pik dhe nuk tërhiqet pas. Kam shumë qejf për të parë se çfarë do ndodhi mes dy drenicakëve, Alaudin Hamiti dhe Leonora, dhe kush do dalë fitues. Po nga ana tjetër kemi edhe gocat e Shqipërisë, Jonida Vokshi dhe Olta Gixhari, kështu që edhe Alaudinit, dhe Jonidas, dhe Oltës dhe Leonorës i dëshiroj suksese dhe i puth fort nga Olti Curi TV në YouTube.